nëse mundeni një pyetje nëse doni të komentoni. Këshilli i mandateve është shtyrë përsëri ditën e sotme duke mos shqyrtuar një çështje siç është kërkesa e SPAK-ut për heqjen e imunitetit zonjës Belinda Balluku. A keni një koment? Jam shumë i shkurtër. Ndjes, unë nuk jam pjesë e këshillit të mandateve. Si deputet dhe Nuk e duke di, thënë se me thënë drejtë jam shumë larg se historisë si funksionon. Këshilli i mandateve nuk është ke fusha ime kompetencës, unë merrem drejt për drejt me ekonominë. Shqetësimi im sot është çfarë vjen pas miratimit të kodit penal dje. E me thënë drejtën po dalim për lagje, zonën time domethënë shikoj pikërisht këtë gjë. atëherë ju jeni Dje unë nuk e votova me thënë drejtën, atë nenin për parkimin dysh nuk e votova, si gjë qeshare. E kemi ndjekur, keni marrë një qëndrim sa i takon edhe dëmshpërblimeve zjarrit verës. Tani pyetja ime si një deputet i vjetër dhe që e kuptoni shumë mirë dhe jetën parlamentare prej shumë vitesh. SPAK ka publikuar ose kërkon nga Kuvendi i Shqipërisë heqjen e imunitetit të zonjës. S'ka imunitet askush. Sa kohë që është duke u hetuar, është pa imunitet. Është ngritur një akuzë për të. Po hetohet, duhet keni parasysh që prezumohet e pafajshme deri në vendim informës për gjykatës, se dihet çfarë zgjuar në parlament. Dhe në fund fare, duhet kemi parasysh që duhen zbatuar gjitha procedurat. Këtë di unë. Pastaj pjesën tjetër si organizon punën këshilli i mandateve, takon mua. Pyesni kryetarin e kuvendit. Ata njerëz janë aty, në këshillin e mandateve. Faleminderit.